Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të ndalojmë në jetën e dhimbshme të një 55 vjeçare. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga gazetari Arvisa Lula dhe rikthehemi me pamundsinë e kësaj nëne për të kujdesur për djalin e saj 25 vjeçar. Ndiqni materialin. Sofia Selimi është 55 vjeç dhe është nëna e 3 fëmijëve. Teksa priste që pas 2 vajzave të bëhej me djalë, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në familje. Bashkëshorti i saj ka humbur jetën në moshën 33 vjeçare. Ditët e fundit të shtatzanisë i kaloi në gjendje shoku dhe si pasojë edhe fëmia lindi me probleme. E ndërsa mendohej për emrin që do të mbante, pas një hezitimi vendosi emrin e të atit, të cilin për fat të keq nuk e pa kurrë. E mbetur e vetme me 3 fëmijë të vegjël, ajo del nga shtëpia ku qëndronte me njerëzit e bashkëshortit dhe shkon tek shtëpia e prindërve. E detyruar dhe në pamundësi për ta mbajtur vetë, vendos ta lër djalin Haxhiun në qendrën e zhvillimit rezidencial Durrës. Kjo qendër është kujdesur për të për 17 vite rresht, e ndërsa Haxhiu mbushi 25 vjeç. Sipas ligjit ata e kanë lajmëruar nënën të shkojë ta marrë, pasi nuk munden më që ta mbajnë. Sofia e ka marrë, por ka insistuar që kjo të mos ndodhte. Në shtëpinë ku jeton së bashku me nënën e saj të sëmur, nuk ekzistojnë as kushtet më minimale për të jetuar. 55 vjeçarja rrëfen se në këto ditë të ftohta djali mund të sëmuret nga momenti në moment. Ajo apelon që shteti t'ia marrë të birin, pasi ajo nuk është në gjendje t'i ofrojë Miqtë e mi, kjo është historia e dhimbshme e zonjës, e cila ka mbritur në këtë studio për të treguar kalvarin e gjatë vetëm të pak jave ku djali i është bashkuar familjes së origjinës. Deri në moshën 25 vjeçare, ai ka qëndruar në një qendër. Por çfarë ka bërë nënën e tij të vinë në këtë studio dhe të japi një apel të drejtë për drejtë, do ta mësojmë vetëm pas pak. Por fillimisht le t'i urojmë mirëseardhjen zonjës Sofie Selimi. Përshëndetje zonjë, përshëndetje. Në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Euronewsit, faleminderit që më atë mundësin që të vi këtu, të zhvilloj me juve. Në problemin e djalit tim, kam një problem shumë të madh. Nga data 1 dhjetore ka marrur djalin në shtëpi, më lajmëroi qendra, jam dakord, është fëmia ime, do ta mbaj unë, do ta rris unë. Ashtu si veja dhe ke qendra, 2 herë në javë, 3 herë në javë më kalonte ajo. E ka marrë djalin në shtëpi. Djali nuk më pranon asë nxehtësi, asë një lloj gjë se i merret fryma. Po. Se si ka përfunduar djalin në këto kushte dhe kush është jeta jote prej 55 vitesh, ne do ta tregojmë hapasapi. Por përballte edhe në krahun tim do jetë zoti Abdullah Umuri, presidenti i shoqatës së invalidëve të punës së Shqipërisë, jurist. Përshëndetje zoti Abdullah dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit. Për kraj jush do të jetë edhe psikologja Ulta Hoti. Përshëndetje dashur, mirë se rivjen. Unë jam bërë dhe unë për zonja Sofie, do flasim pak deri se të arrim në problematikën e fundit, çfarë ju ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë në këto pak javë që djali është rikthyer nga kjo qendër rezidenciale në qytetin e Durrësit në familjen e tij të origjinës. Por nëna e djalit dhe vetë familja e djalit e Haxhiut ka një histori të cilën ne duhet ta prekim hapasapi. Si keni përfunduar ju në të gjitha këto kushtet? Ju jeni martuar me babain e Haxhiut sepse Haxhiu ka trashëguar dhe emrin e tijatit. Të jatit direkt do spyt asnjë. Ju jeni nëna e 2 vajzave, por edhe e një djali të vetëm. Po, tamam. Çfarë ndodhi në momentin kur vdes bashorti dhe në atë moment gjithçka rrjedha e jetës që kishit planifikuar së bashku me bashortin tënd, me 2 vajza, duke sjellë në jetë edhe djalin, u kthye përmbys. Jeta mori një tjetër rrjedh, një tjetër rrugë. Më flit pak për ato momente të vështira. E di që keni shumë të vështirë, po le ta përmendim pak. Jam martuar si bi, si vajzë jam nga Gramshi Lushnjës, jam martuar në Durrës në 27 shtator të 80-ës, atje. Nga kjo martesë më erdhën 3 fëmijë, 2 vajzat. Në moshën 33 vjeçar më vdesim shoq dhe më lë shtatzan me djalin, një gëzim i madh. E harova për momenti vdekjen e burrit dhe u ktheva nga djali. Thashe, djali, atë mbasi linda djalin,
Në krye të 40 ditëve, imagjinosi ato nëna që me ato kugllat, me ato diçka. Pra ju ishit në muajin e 9 të shtatzanisë kur vdes bashorti? 2 muaj, mbas vdekjes burit, linda djali. Linde djali. Vdekja e bashortit zonja Sofie për çfarë shkaku erdhi? Po, tamam. Këtë do të regoj tani. Neve unë jetoj në lagjen 11, rruga Ismail Qemali, apartamenti 392. Hyrja e parë ka ti 5 nalë, 2 dhoma, 1 kuzhinë. Unë pata 1 dhomë dhe 1 dhomë tjetër. Flasim gjithmonë për qytetin e Durrësit. Për qytetin e Durrësit, sepse dhe sot atje një, i kam të gjitha atje. Pra gjendja familjare juaj, gjendja civile është pikërisht në qytetin e Durrësit. Atje marrë dhe pensionin tim. Pashaportizimin e shkëputjes nga qyteti i Durrësit në gram shtë lushjes. Jo, absolutisht. Atjeri si mi kesh, si ke nëna, ke shpite nënë se s'kisha ku të veja. Dhe më vdes buri në 8 gusht të 90-ës, në 8 gusht, në 9 gusht i bëm varimin, unë dodhasha ke mamaje, më mori vetë më qoj, me 2 vajzat ke nëna, më vjen haberi, më des buri, më bie nga kati 5 të poshtë. Le ta dëgjojnë të gjithë, sepse mua më njep një Durrës, i gjithë lagja dhe të gjithë atje. Ishte aksidentale vdekja e tij? Aksidentale, se ishte si infrak, si diçka, dera balkonit ishte hapër, ndoshta nga dera balkonit ka kujtu dera si e qysh, do me thënë këtu mbaroj jetë e burit tim. Bas vdekjes së burit, lindë djalin, 2 muaj, konstatoj mas 2 muajve të djalit nuk më shikonte, nuk më reagonte, nuk, do me thëmë, fëmijën e kisha lindur të me probleme. Me Eda Vokopolën në okulistën e Durrësit i bëra vizit dhe bashkë me Edën kemi qenë në komisionin mjekoligjor të Tiranës, këto. Bas ekzaminimit që i bërën, e konstatuan që fëmija ishte i prekur në anën mendore dhe fizike. Më rekomandon komisioni për ta quar për vizit jashtë shtetit. Dhe unë me ato mundësit e mija, ari e qoj djalin 2 herë dhe 3 herë. Edhe rrugve, e kam quar fëmijën, në borë kam ngri. Nese arita atje, e qoj fëmijën për kurim për këshu, më thonë që këj fëmijë nuk bëhe se këshu ka lidur, qëfar aksidenti ke kaluar në jetë ose fatkeqësi, të ka prek fëmijën që në shtatzanin tënde. Këtë më rekomanduan dhe mjekët në Greqi. Ajo që ndodhi, unë blëdha forca sepse kisha 3 fëmijë për të rritur. Prise një të tretë, një djalë, kisha 2 vajzat që më shikojnë në sy. Ato kërkoshin rritje nga unë, mbështetje, afrimitet. Me shumë mundim, me shumë sakrifica, mbështolla fëmijët, dhe më lindi djali, konstatoj pastaj që djalin e linda, po e tregoni dhe juve, po shumë e prekur... Momenti i parë kur të kanë dhënë dhe diagnozën e djalit, që do jetë për jetë një invalid. Djali nuk flet, djali nuk shikon, ka dhe një prapambetje të theksuar mendore. Pikërisht këtë diagnozë, kur ja u thamë për momentin e parë, si ke reaguar zonja Sofia? Dhe doja reagimin tënë në ato momente. Jo, e humba krejt. Nuk e prisja një gjë të tillë. Thash me lindjen e djalit dhe me vënien e emrit të tim shoqit, të haroja gjithçka. Dhe u riktheva tek vajzat, tek djali, por humba gjithçka. Sa e vështirë është ta rehabilitojë djalin në një qendër residenciale dritën e vetme të syve, për mentalitetin shqiptar djali, sepse mbas 2 vajzave besoj e kërkoje një djalë, apo jo? Kërkoja shumë, dhe e kërkoj, dhe ashtu si e kam, a ishtë fëmija im. A ishtë fëmija im e duam, ishtë fëmija im, duha ta mbajom në gjithë, ta rris vetë, ta mbështes vetë, vetëm duha një kusht më të vogël. Për atë djalë, e kam një kujtim nga im shoq, atë fëmijë. Si u riktheve në derën e nënës, aty ku kishe dalë shumë vite më parë? Sa e vështirë është kjo iniciativë për të lënë atë dhomë, në atë apartament në qytetin e Durrësit, sepse ju jetonit me kunetrit, apo jo? Dhe të desh të shkëputeshe, të largoheshe nga ajo banesë, ndoshta ajo dhomë do të kishte bërë shumë punë ditën e sotme dhe u ktheve në derën e nënës. Sa e vështirë ishte? Ajo ishte një vdekje dytë për mua. Le ta dëgjojnë të gjithë. Se mora të 2 vajzat dhe djalin u riktheva. Përsëri tek nëna, se ku do rija.
Nuk e paragjykoj dhe kunatin, dikush do ta merrte atë hyrje. Më kupton, se ishim 3 kunora me një hyrje, më fal, me një banjë. Dikush do ta merrte atë, dikush do ta privatizonte atë hyrje. Kupton? Unë për Kunetrin kam shumë respekt, i konsideroj si vlezër, dhe i kam tamam, ashtu i kam, por ja që problemet e mia nga dita më ditur zmadhoshin, u bëshin më të mëdhaja, jeta mori tjetër rrugë. Tjetër, me shumë mundime, me shumë sakrificë, nuk doja të krijoja debate, shere me Kunetrit, me njerëz të burrit, me këta. Pra, bëj fjalë për mbijetesë, nuk bëj fjalë pikërisht për një jetesë të cilën ti mund ta përballoje e vetëm së bashku me 3 fëmijët, një ndër të cilët është me probleme të theksuara mendore. Gjithsesi, ndalojmë pak edhe tek privimi që i ke bërë, se kjo jetesë, kjo rrjedh që mori jeta jote, me njëherë mbas vdekjes së bashortit ka goditur dhe vajzat. Unë nëse do të kisha vajzat ditën e sotme në këtë studio dhe t'i pyesja, besoj dhe ato kanë shumë pengje në jetën e tyre. Ato kanë shumë shkollimin. Se i pata shumë të pyesni në shkollën e Gramshit të Lushnjës, se ka pas me 10 vajzat. Edhe nuk mundën të studionin. Drejtorët dhe mësuesit, çfarë po bën, po i lë vajzat pa shkolluara. Aq ishte hapi im, aq ishin mundësitë e mia. Sepse një pjesë të mendjes dhe të zemrës e kisha tek djali që e kisha në qenë rehabilitimit, dhe një pjesë do rikthesha tek vajzat që kisha nga mbrapa që më prisnin mua, për larje, për shplarje, për rritje, për ushqim, për të gjitha. Kështu që vajzat kanë krijuar sot familjen e tyre. I kam të dyja të martuara, po në Gramsh të Lushnjës, po komshitë e mi, kam krushqi shumë të mira, shumë të nderuara, vajzat mi mbajnë shumë mirë, po kjo është gjendja e fshatit. Ajo është jetesa në fshat. Besoj gjithë secili nga teleshikuesit që po na ndjek, zonja Sofia bën pyetjet, që çfarë do kishte ndodhur me vajzat nëse babai i tyre nuk do gjente vdekje në vitin 1990 apo jo. Po, çdo gjë do të ishte ndryshe në Durrësit. Po, çdo gjë do të ishte ndryshe. Jetën e tyre në qytet. Sidomos në një qytet aq të bukur sa që është Durrësi. I ke privuar shkollimin e tyre, edhe pse ato ishin me rendimente shumë të larta dhe me nota. I kam humbur të ardhmen vajzave. Vajzat të më falin shumë si nën. Ju kam hyrë shumë në hak, e di, për shkollimin e tyre, po. Të më falin. Këto ishin mundësitë e mamas. Ju lutem, mos më paragjykojnë vajzat. I kam shumë të rëndë, i kam si shoqe vajzat. Mendon se të paragjykojnë? Jo, absolutisht, më duan shumë, më mbështesin shumë. Po. E presim një telefonat bashkë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi lidhur drejt për së drejti me Italien, me Fatmirën, është vajza e madhe e zonjës Sofie. Përshëndetje. Përshëndetje. Teksa po ju telefononim për t'i bërë këtë surprizë në nënës tënde, drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, nëna jote sapo ju kërkoi falje, ty dhe motrës tënde. Më fali, nuk dëgjoj shumë mirë. Mund të më përsërisni edhe një herë? Atëherë, nëna juaj sapo ju kërkoi falje? Pikërisht për mënyrën se si e ka ndërtuar jetën tuaj dhe për mënyrën dhe nga pamundësia për t'ju shkolluar, sepse ju keni qenë me rezultate të mira. Mos e paragjykoni. Kështu thot nëna juaj në këtë studio. Më thuaj diçka mira. Shumë faleminderit për gjithçka që ju po bëni, po nëna nuk ka përse të kërkoj falje, sepse na ka rritur aq sa ajo ka mundur me të gjitha mundësitë e saj, domethënë ka bërë gjithçka për ne. Por problemi i saj është se ajo sot është e pakrahun dhe në një fëmijë invalid 100% e kanë dhënë në rrugë instituti i Durrësit. Kur vllai jon Aziz Selimi ka vite që është në institutin e Durrësit dhe ka pritur fëmia, vllai jon domethënë është në rrugë, në paklase, sepse mami nuk i ka kushtet. Nuk ka as shtëpi, as një gjë, domethënë. Nuk ka as burrë, sepse baba jo ka vdekur vite më parë. Dhe ne jemi 2 motra, ne tani jemi në Itali, mami ne ndihmoi aq sa mundemi. Por vllai është një gjë e pamundur që ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Kështu që ju lutemi, me sa mundësi që ju mund të bëni diçka për vllain tonë dhe për nënën.
Fatmira, në fakt unë e dëgjova mesazhin tënd për sa i përket kësaj qendre rezidenciale në qytetin e Durrësit, ku vllai juaj ka qëndruar për 25 vite. Në fakt do japim shpjegimet e duhura, se ndoshta nuk keni informacionin e dur. Megjithatë, surpriza e kësaj telefonate për nënën tënde ishte sepse në ato momente nëna ndjehet paksa fajtore për mos shkollimin tuaj, ju keni qenë me rezultate të shkëlqyera, ajo është krenare për ju kërkoi falje në një farë mënyre, kështu ka qenë jeta e saj, ju e dini më mirë tashmë se kush do tjetër, se si rodhën jetën jeta juaj me njëherë mbas vdekjes së babait, por do mundohemi që ditën e sotme t'i japim një orientim dhe një drejtim gjithë këtij problemi që ju keni. Fatmir, çfarë ke për t'i thënë nënës? Mamin e duam shumë dhe e kemi ndihmuar. Dhe mbështesim në çdo vendim që mami merr, dhe mami nuk bën asgjë pa ne. Dhe nuk ka që të ndjetë fajtore për asë lloj gjëri. Po, se ju rita në fshat. Njëna ka gjithmonë afër, e di shumë mirë. Janë pendesat e jetës, ju rita në fshat, tha, sepse ju vini nga qyteti i Durrësit, apo jo? Ju martova në fshat, nuk ju shkollova, janë disa pengje që ka nëna. Po, nuk ka problema, e nuk ishte faj në nëston, e di shumë mirë, janë shumë persona që tani ne nuk mund të përmendim me emra, por me gjithatë i kuptojnë shumë mirë. Kush mund ata dëgjojnë për shembull intervistën time, e di shumë mirë, por e kam fjalën. Fatmira, turoj gjithë të mirat, besoj se nëna duhet jetë krenare për ju. Pendesat e vogla është pendesë çdo prindri që nuk i ka afruar më të mirën fëmijës së tij. Unë të falenderoj që ishe drejt për së drejti me na. Faleminderit. Atëherë zonja Sofia nuk duhet kesh pendesa, besoj se je krenare. Një vajzë mirë artikuluar. I kërkova një falje publike. Dhe në sajtë të fshatit, që të më dëgjon edhe fshatim, nga ku unë rrjedh dhe ku rritën dhe u shkolluan dy vajzat e mia. Më bën përshtypje kjo shpreha e fundit. Po, dhe ndjehem Opinioni të breçuar në fshat? Po, fshati ka. Se ka pendesa mund të... Po, ka mentalitetet të tjera, ka... Ja kështë thëmë vajzave dhe jo publikisht. Të tjera, gjëra, kështu që... Dhe për hir dhe hatër të ati opinioni, ti duhet ta bëje... Po, duhet ta bëje. Ta kërkoje këtë falje publike tek vajzat e tua. Po, duhet ta bëje. Vetëm publikisht. Publikisht. Mund të sqaroshin të gjitha. Po. E çuditshme. Po. Jam shumë e sinqert, jam shumë e hapur. Dukesh. Ja. Zonja Sofia, le të ndalojmë pak tek problemi i fundit me këtë qendër rezidenciale. Vajza ndoshta nuk ishte informacionin e dur. Nuk gjithsesi nuk e paragjykojmë. Nuk e paragjykojmë vajzën. Si lindi ideja që djali të shkonte në këtë qendër rezidenciale, e cila është private apo shtetërore, sepse duhet të interpretojmë ligjin dhe duhet të jemi transparent. Po mos të rënë në qafë një institucioni i cili ndoshta mund të ketë bërë më shumë se ç'duhet për djalin tuaj. Po, e drejtë. Po, tamam. Edhe unë do flas hapur, po, në moshën 8 vjeç, e kam që djalin, ka ndru shumë drejtore, një drejtoreshe, diçka kështu. Edhe i kaloshin, do me thënë, invaliditeti për kraja ime që ishin ato të gjitha. Kujdestaria ime, direkt në qendër, dhe tamam, jam dakord shumë, atje kurin, fëmija atje dhe do hante ato të ardhurat, i takojnë. Tamam. Por një gjë i kam pendes, më mbahej djali shumë mirë ke qendra, ato sanitaret ishin shumë të mira, të shkëlqyera, shumë të mira, dhe drejtori tanishëm, Arlind Vata, e përshëndes, po këtu duhet të ndaloj pak, sepse kur më informoj drejtori dhe ai nën punësi tjetër, më thonë që Hoxha, me mbiemraj, thot që tani zonja Sofia djali e mbushi 25, do largohet, do shkoj në familjen biologjike. Po, dakord, i thash, po të lutem, të bëj një kërkesë si nën, si motër, me dorë në zemër, i thash, të lutem. A mund të më mbani 10 orin janarin shkurtin, sa të përballoj këto 3 muaj të vështira të dimrit, sepse nuk kam kushte ke mamaja, se jetoj kështu, dhe këto zonjat punojnë se këtu e din shumë mirë se më njojnë prej kaq vitesh, i din ato të mija të gjitha, dhe jo, mbi ligjin nuk dalë, po i thashu, ne jemi popull dhe ligjin do t'i zbatojmë ne, populli. Po, jam dakord me ligjin, po vetëm të kërkesi bëra, të paktën këto 3 mujt e funit, të më mbante, i qikë, jo, tha, mirë, falemderit. Mora, mas analizura taksin, e mora djalin dhe qova ke mamaja, direkt vetë.
edhe një ditë shka, edhe atë ditë e kërvaj të mora djalin, as drejtorin si ishte atje, atje. Me gjitha të s'ka gjë, unë i përshëndes pra. Se më kanë bajtur djalin prej kaq vitash. Jam i njohur shumë shtetit, qendrës, atje të gjithëve. Dhe unë këtu sot nuk kam ardhur të paragjykoj asnjë, as shtetin, as pushtetarët, as qeverinë, as asnjë. Më kupton? Vetëm të diskutoj, domethënë këtë hap që pata, kaq vite me radhë, kaq jetë vështirë që kalova dhe me këto dy vajzat rritur në fshatë njëra tjetrën. Kam pak nevojë tani për pak mbështetje. Për pak mbështetje. Ndoshta do marr ndonjë me qira, shtetja, me gjithë respektin që kam për krybashkjakun time, Van Gjushdakon, e përshëndes shumë, ka bërë shumë për Durrësin. Ndoshta ka rritë diçka për këtë djalin tim, nuk e di. Ti nuk e aplikuar asnjëherë në bashkinë e Durrësit si e pastre? Po, kam aplikuar. Kur ke aplikuar? Po, edhe të fundit tani e kam aplikuar, a ditë që mora djalin të nesme, në aplikova përsëri. Sa kohë më parë kishit aplikuar si e pastre në qytetin e Durrësit? Po, 6 muaj, një vit diçka. Prej sa vitesh shkon të aplikimi juaj? Sa vite keni që aplikoni? Se 3-4 vjeta, diçka kështu. 3-4 vitet e fundit keni aplikuar? Po, me thënë drejtë, nuk i kam rënë në qafë, as të valgjushit, as një lloj institucioni. Ju është dhënë një përgjigje nga Bashkia e Durrësit? Jo, nuk kam marrë deri tani. Ndoshta më jep tani. Kryebashkiaku ndoshta, shpresoj shumë. Mendon se në qoftë se ju merrni një banesë sociale, keni mundësi që me të ardhurat e kempit dhe të kujdestarisë? Po, do jetoj vetë, do ta mbaj vetë djalin. Jo, absolutisht. Djali është i imi, do ta mbaj vetë djalin. Vetëm të krijojnë kushtet? Vetëm të më krijojnë kushtet, djalin do ta rris vetë, do ta mbaj vetë. E ka fëmin time. I mirë i keq është i imi, është fëmija ime. Ose në të kundërtën, në qoftë se nuk përfitoni nga banesat sociale, të paktën të jetë një qendër rezidenciale, shtetërore apo private, që të ardhurat e kempit dhe të kujdestarisë tuaj të shkojnë direkt qendrës. Siç është bërë në këto 25 vite. Ky është, besoj, mesazhi. Ky është mesazhi që ju keni. Të të bëj edhe një pyetje tjetër. Si është ndjer djalin në këtë qendër zhvillimi prej 25 vitesh? Si është ndjer në atë qendër? Si ju thatë pak më përpara drejtuesit ndrohen shpesh. Po. Rregullat ndryshohen? Jo, nuk ndryshohen. Stafi ndryshoi? Jo. Vetëm drejtuesit. Drejtuesi, do me thënë sipas mënyrës tyre, më kupton. Residentët e kësaj qendre si djali juaj e ndjenin këtë ndryshim? Jo, sepse kushtet janë shumë të mira, ngroja, pastërtia, rregulli të gjitha. A ishin të kënaqur se ju si nën jeni të kënaqur me punonjësit? Po, desha shënimun atje, portokoll. Po, punonjësit ishin të kënaqur me sjelljen e djalit? Po, shumë edhe ato zonjat. Po ligji do bëj vetën, ne do ta zbatojmë. Jemi popull. Ato më treguan ligji, dakord. Okej, mora djalin për në shtëpi. Pra ke qenë shumë e kënaqur? Jo, jam shumë, s'kam asnjë. S'kam ardhur këtu të gjykoj askënd. As shtet, as pushtet, as qendrën, as asnjë. Si është të jetosh me djalin në këto 20 e sa ditë që ai është në familje? Më thuaj pak. Jam shumë, ndjehem shumë plot. Po ai si ndjehet, më thuaj pak. Edhe ai më jep dorën, i mbaj dorën djalit. I ka munguar shumë për kaq vitesh. Sa herë në javë takoje kur ishte në qendër? Po, si mes të ardhurave që kisha. Po mirë, nuk pse u zërin tonën e zërit, kur thua një në javë. Po. Si ishin ato takime, sa të gjata? Rreth një orë, kështu rrje me djali, që e ndonjë amite, kështu. Jo, nuk reagon. Nuk arrin të kuptoj. Nuk më thot njërë dua uje, dua buk një, ose të më flasë njërë ma. Si kupton nevojat e djalit? Absolutisht, vetë, duke shikuar, mamë, qa ke, qëfar bënë, keqen, qa të dhemë, si të shua, ati, jo më larkë se mbram, i dhip të veshi, aja bënë të kështu, më kujtova se, qa ke, mama, me marë, i edhë një qik nga e alkoholi borik në vesh, e pash, mbas 5 minuta shfilloj të qetësua dhe, thash, mraft pika, thash, së dhja, dhe do me thënë, në ndojnë shenjë të vogël. Kuptoj. Pra shumë e vështirë se në këto 25 vite a i ka jetuar edhe në qendër dhe kanë qenë kujdestaret ato që kuptonin më tepër. A je gjithmonë në marrëdhënie me kujdestaret për treguar natyrën e djalit? Jo, më thanë që djali është tipi qetë, nuk është agresiv, nuk është acarus, nuk ka dorë, nuk... Tamam, dhe ato qëndrojnë tamam për këto 20 ditë që unë e kam marrë djalin. Por për mënyrën për ta kuptuar djalin kur ka nevojat e tij, si çdo njeri tjetër, më falë. Absolutisht. Nuk...
Megjithatë, besoj se duhet jesh në telefonatat vazhdueshme, në bashkëpunim vazhdueshëm me kujdestaret e djalit. Apo jo, me qendrën. Sepse ato janë kujdesur tek e fundit. Ato janë kujdesur. Të them drejtën. Për çdo paqartësi besoj se telefonon kujdestaret, apo jo? I telefonon? Të drejtë, këto 20 ditë jo, nuk kam bërë asë një telefonat. Nuk e bërë asë një telefonat. Jo, të them të drejtë se ju përkushtova djalit dhe kushteve atje. Që ku ta laj, se të fakti një ditë po, një ditë jo, i bëj banjë, atje në koridor, në koridorin në shtëpis. Po. Mirë, zonja Sofia, jemi të detyruar për të kaluar në një hapësirë publicitare. Faleminderit. Pas pak, në pjesën tjetër të emisionit Me Zemër të Hapur, jam shumë kurioztare të dëgjoj komentin e zotit Abdullah Umori, por dhe të Olta Oti, psikologes tonë. Ndiqni vetëm pas pak. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Fjala kalon menjëherë për zotin Abdullah Umori në lidhje me historinë që kemi trajtuar dhe shqetësimin e zonjës. Sa e zgjidhshme është kjo situatë në të cilën gjendet 25 vjeçari, por edhe nëna e tij? Së pari, zonja Veci ju falenderoj për emisionin, është një dritare që unë e thëmë shpesher që vi këtu, një dritare që ju jep mundësin të gjithë njerëzve të pamundur apo shtresa në nevojë për të paraqitur problemet, apo për të parashtruar problemet dhe për të kërkuar ndihmë, qoftë institucione shtetërore, qoftë shoqërisë, qoftë dhe instancave të duara. Në lidhje me aq sa parashtroi zoja, unë e falenderoj për sakrificën që ka bërë. Natyrisht që akoma familjet shqiptare janë në harmoni me veten e tyre, ashtu si që shpreh edhe vajza e madhe e saj që bërë një gjest ashtu si që thamë që edhe kërkon për mundësitë e kushtet që kishte që unë sa rrita të arsimoj fëmijët e mi. Të kthehemi anës ligjore. Natyrisht unë duhet të falenderoj edhe qendrën rezidenciale në Durrës, e cila mbas ligjit për shembull që e ka mbajtur një kohë më shumë se sa që duhet. Këto janë hapësirat njerëzore, logjike, po ndoshta edhe deri diku ligjore. Natyrshëm më lind problemi me qenë se zoja shtoi një alternativë për 2-3 muaj, unë do t'i kërkoja që duke patur parasysh drejtoreshën e përgjithshme të shërbimit social shtetëror, zonjën Bisha që unë e falenderoj, që është një grua me bon sens, natyrisht njeh edhe logjikën, po edhe anën ligjore, që t'i drejtohej dhe të shkojë të takoje, mund t'ia shtyjë edhe 3 muaj sa të përmirësojë kushtet. Ana tjetër, të gjitha të ardhurat që merr vetë personi, vetë djali, mbas të ligjit atë jo i ka marrë në qendër. Natyrisht që në qoftë se tash zoja e ka marrë djalin në shtëpi, ka lënë gjitha atributet financiare, por fshin edhe vetë personi që shërben kujdestarin, por duhet paraqitet detyrimisht në shërbimin social, atje ku ka lejen e banimit për plotësuar një deklarat në qytetin e Durrësit, për plotësuar një deklarat e cili si quhet si personi që i shërben dhe për të marrë atributet që ka. Natyrisht që ka edhe një procedurë tjetër që për njohuri të saj duhet të hapë një numër llogarie në bankë që parat kalojnë normalisht nëpërmjet bankës nga shërbimi social. Duhet të bëj edhe të mundurën tjetër, sepse vetë diagnozat që unë po shikoj në këtë drejtimin e kempit që ka këtu, të djalit është një fatkeqësi ndoshta që ndodhet, por ai edhe nuk shikon, edhe nuk flet. Vetë kujdestari është i pamundur normalisht që të kryejë të gjitha këto atribute të cilën kërkon një mekanizëm mjaft të mirëfillt për vetë gjenen. Dhe gjoja më e mirë është sepse djali nuk është agresiv. Pra, edhe kolegat ana rezidenciale ose institucionet rezidenciale që kanë marrë, normalisht e kanë parë të arsyeshme që për ta mbajtur edhe këtë kohë. Atëherë çka ka edhe për strehimin që mund të thojë zoja. Natyrisht që mund të aplikojë siç ka aplikuar, por kriteret e para kur trajtohen problemet sociale ose banesat sociale në bazë të ligjit për strehimin, natyrisht këtij fëmijë nesër nëse do t'i takojë, do t'i pajiset me banesë sociale 12 metra katror, një dhomë që mund të rrije vetë personi i smur, në kushtet që është djali i saj, kalojnë nga shteti falas. Pra kjo nuk llogaritet si okupatur, po jepet nuk llogaritet në çmim. Pra mbas të ligjit, por ndonjëherë më se këto kalojnë falas. Së dyti, ka edhe një kriter tjetër që mund të trajtohet me banesë sociale ose me kredit butë, duke patur parasysh aplikimin të cili bëhen, po duke deklaruar nëse me qenë se djali nuk është në gjendje normalisht që të komunikojë, duke deklaruar që të të lënë diçka nga pensioni dhe bëhet jak marrëveshje ose joint venture që i thonë në lidhje me institucionin që planifikon për kredit të butë. Por më vjen me keqardhje shpreh këtu në studion tuaj që jemi i vetmi shtet në rajon që ne nuk kemi një institut kombëtar riabilitimi e riavësimi, siç i ka gjithë institucionet e tjera edhe vendet që i kemi përreth nesh, që
çdo kush për shembull kur i ditë sepse ne jemi familjar, gjithkujt mund të ndodh një aksident, një sen, edhe unë nesër mund të bëhemi paralizuar, por paktën familjarët e mirë s'duhet privohen nga të festat dhe gëzimet. Shkojnë e çojnë në rezidencë, paguajnë të ardhurat dhe normalisht ato shkojnë edhe për një gëzim. Pra, jemi vetëm shtet, thash dhe me keqardhje shpreh që ne nuk e kemi këtë institucion. Është hartuar ligji faktikisht nga Ministria e Punës, nga Ministria e Mërqenjes Sociale, natyrisht edhe unë kam qenë një antar i atij grupi, për shërbimet e posaçme për personat me hapësirë kufizuar, është një ligj bashkëkohor, është besoj që në muaj janar ai kalon dhe ka dhe kriteret shumë strikte në lidhje me shërbimet që gron. Pra, ka shërbimet e specializuara, ka mundësitë të cilët janë për vetë diagnozën që do shërben, do të jenë personat asistent me fjalë të diplomuar të cilët mund të shërbejnë, dhe do të ketë një harmoni veprimesh dhe një zgjerim të shërbimeve rezidenciale që mund të bëhen në Shqipëri. Pra, është domosdoshme. Për to projekt ligj i cili pritet të kalojë në parlament në muajin janar. Të kalojë në parlament, më parë në Komisionin e Punës, besoj edhe normalisht ka qenë në komision shumë sakt në Komisionin e Punës, por mendoj se ka qenë është diskutuar gjërësisht me shoqërinë civile dhe është një eveniment shumë i mirë që ka marrë gjithë mendimeve. Ju jeni një nga hartuesit, apo jo? Normalisht. Keni qenë në grupin e punës dhe gjithmonë flasim për ligje shumë të mira që miratohen, por gjithmonë zbatueshmëria e këtyre ligjeve lëvën për dëshiruar. Si mendon se do miratohet dhe më pas do zbatohet ky projekt ligj? Shumë saktë, unë do të falenderoj gjithë shoqërinë civile, faktikisht dikush me 10 veta, dikush me 5 etj që kanë krijuar gjendra ditore apo qendra rezidenciale, natyrisht dhe ligji përcakton edhe anën e financimit të këtyre qendrave, duke patur parasysh qoftë pjesën, sepse vetë djali i zonjës Sofie, vetë për shpenzimet që ka, ajo është në gjendje të mbulojë ato shpenzime natyrisht për në qendër që rrinë. Pra, është shumë e drejtë fjala juaj që ne vuajmë në shqiptarët dhe që një emet shumë e dobët që është trajtuar dhe në institucionet ndërkombëtare, që ne vuajmë nga mosbatimi i ligjit. Por mendoj dhe uroj sepse vetë organizatat e qeveritare që kanë qenë partnere në hartimin e këtij projekt ligji, kanë dhënë mendimet e tyre dhe besoj se do zbatohet patjetër. Pritet të kalojë në muajin janar në kuvendin e Shqipërisë, thoni ju. Megjithatë ngritja e kësaj rezidence kur pritet të ngrihet, të përfundojë dhe të fillojnë më pas edhe kjo varet nga aktet në ligjore, sepse duhet me ashtruar shumë alternative. Për shembull, janë shtruar shumë alternativa, për shembull, nëse do t'i drejtohej Ministrisë së Mbrojtjes nëse ka qendra akoma reparte ushtarake që të jenë të gatshme dhe normalisht mund të jetë dhe të përshtaten për këto qendra rezidenciale. Natyrisht që do të punohet edhe me donatorët, në Banka Botërore është e gatshme që të financojnë në lidhje me këtë problem, sepse ne kemi trajtuar shpesh në këtë problem. Pra, janë vendimet e qeverisë pastaj që përcaktojnë. Ndoshta edhe kapaciteti i personave të cilët do rehabilitohen në këtë qendër zhvillimi rezidenciale? Nuk përcaktojnë shifrat. Vetëm mund të jenë edhe përkohshme, pa mund të jenë edhe përhershme. Sepse natyrisht që edhe në njëri që sot një aksident me makina apo tjera ose nga një punë tjera, ai mund të dojë një përmirësim dhe rehabilitim të përkohshëm dhe normalisht kthehet në jetë. Po mund të ketë edhe njerëz që mund të kërkojnë të përhershëm, siç është djali i Sofies për shembull. Pra, janë shumë modele që në momentin tuaj, zoti Abdullah, unë shikoj që zonja ka disa alternativa. Disa kanale ju drejtove zonjës Bisha, e cila mund të bëjë një përjashtim për rastin konkret për 3 muaj që zonja kërkon. Sa të rehabilitoj për zonja që ka shumë sa. Në fakt që zonja të rimë këmbët, ndërkohë ju deklaruat me të ardhurat i bët një mesatare që djali merr nga pensioni i tij, invaliditetit edhe kujdestaria e nënës në një qendër qoftë edhe private, sepse janë të ardhurat mjaftueshme, por me këto të ardhura mund të shikohet me një sy tjetër dhe nga Këshilli Bashkiak dhe nga Bashkia e Qytetit të Durrësit për të dhënë një banesë me kredit të butë. O kredit butë ose banesë sociale. Natyrisht janë pranueshme me të dy alternativat, por ka dhe diçka tjetër se vetë djali përfiton nga 3 diagnozat. Kuptohet që në Shqipëri mund të marrësh vetëm një pension, në çdo vend botës nuk mund të marrësh shumë pensione, janë kriteret të tjera ato të përcaktojnë, por përfiton edhe si njëri që nuk lëviz, edhe si njëri që nuk shikon, edhe si person me zhvillim të bon shumë mendor për shembull që kanë këta. Dhe natyrisht edhe paketën e gjenesonitare, edhe për shkak të një historiku që ka pra mund të marrë edhe paketën e gjenesonitare dhe mendoj që do të jetë një gjest financiar i pranueshëm
për të diskutuar dhe me zonjën Bishë. Të gjitha këto institucionet jo të vënë dorën në zemër, jo për mëshirë, të zbatojnë ligjin. Ato janë të drejta ligjore që i takojnë gjithë secilit nesër, po natërisht. Sepse këto 20 ditë kanë qenë të ngarkuara dhe zonja Dukej e ngarkuar edhe gjatë mënyrës se si e tregonte historinë e saj dhe kjo është e kuptueshme. Apo jo, Olta? Është edhe një sekondë, shumë e admirueshme, për shembull, sepse askush nuk dëshiron që fëmijën për shembull ta ketë në për vetë kushtet, qoftë ekonomike, qoftë sociale, qoftë dhe përvoja dhe mundësit, të bëjnë kanjëherë që të kërkosh edhe kushte më të mira për të specializuara. Por asnjëherë nuk mund të ndodhë ose nuk mund të përjashtohet. Megjithatë, ajo që është për të theksuar dhe për të sqaruar që kjo qendër rezidenciale e ka mbajtur shumë herë më tepër djalin, sepse djali duhet të kishte mbritur në banesë në moshën 18 vjeç. 18 vjeç, është shumë saktë. Dhe është mbajtur deri në moshën 25 vjeçë. Apo jo, më mirë ato zonja Sofia. Olta Hoti shikoi mënyrën se si artikulohej zonja në këtë studio, edhe gjatë hapësirave publicitare jam shumë ngarkuar, thot, për shkak të historisë time personale, por edhe për shkak të atashimit që duhet kem me djalin tim, i cili ka shumë edhe probleme. Në fakt është më se e kuptoeshme, edhe zonja shpeshherë thot që ndoshta në formë batute që janë bërë për psikolog, nuk është për turp të shkosh te psikologu, nuk ka asgjë të keqe. Ishte batutë therse, më duket, ishte shumë auto-ironi e papar, më duk mua, pak kur e tha zonja. Patjetër që po, sepse e kupton edhe vetë, ndoshta edhe ndërgjegja e saj e kupton që diçka nuk shkon mirë me të. Është e mirë kjo kur e kupton që diçka nuk shkon me personalitetin tënd? Janë një hap para për t'i ndihmuar, domethënë të lënë hapësira që ti të punosh me ta e t'i ndihmosh. Sigurisht që zonja ka pasur një jetë shumë të vështirë, problematika fillon që në shtazaninë e saj, sepse për shkak të traumës që ajo ka kaluar, kemi pasojat tek fëmia. Besoj se kjo është arsyeja dhe kryesore, nuk është rasti i parë një traumë të nënës që kalon në mënyrë direkte tek fetusi ose tek bebe, por normalisht e vlerësojmë faktin që ajo ndodhet këtu. Është shumë e vështirë që një nën të tregoj që nuk mund ta përballoj dot jetesën me fëmijën e saj. Sa të vështirë do ta ketë atashimin me djalin? E shikoj që në këto 20 ditë është e mbi ngarkuar, sepse ajo nuk ka qëndruar 25 vite me të. Nuk e di as kur i hahet, as kur i pihet, as ku i dhëmb. Thjesht instikti mund të jetë i nënës, por asgjë më tepër. Është instikti që është zhvilluar me dy vajzat, me fëmijët përpara djalit, instikti nënës. Por në lidhje me djalin, unë mendoj se është një barierë e madhe mes tyre, për shkak sepse djali është me probleme fizike dhe mendore, pra mosha e tij fizike dhe mendore nuk përputhet me moshën biologjike. Është një problematikë shumë e madhe, sepse është trefish e dhimbshme kjo për zonjën. Për sa i përket atashimit, thjesht lidhja biologjike që kanë ata dy është ajo që i bashkon dhe i mban afër dhe kujdesin e nënës, sigurisht që kjo gjë është shtynë, sepse nuk janë një nevoja. Do jetë vështirë gjatë atashimi për t'i ditur ato elementet më intim të djalit të saj? Do jetë shumë e vështirë sepse djali nuk shpreh asnjë lloj emocioni, nuk shpreh asnjë lloj kërkese. Prandaj është më vështirë. Nëse djali do kishte kërkesat minimale ose reagimet minimale, qofshin me mimik, unë nuk e kam parë gjë të djalit dhe nuk mund të flas domethënë me vendosmëri të plot. Por e shikoj shumë të vështirë këtë marrëdhënie, duke qenë se ai nuk jep asnjë reagimi. A duhet kishte një marrëdhënie kur zonja me datën 1 dhjetore mori në shtëpi midis kujdestarëve që janë kujdesur për kaq vite dhe zonjës? U habita që nuk kam pasur kontakte, sepse në raste të tjera është mbajtur një kontakt i gjatë edhe me vite për çdo problematikë të fëmijës kanë kontaktuar, sepse zonja që janë kujdesur për të kanë bërë një punë të mrekullueshme, absolutisht. Po, duhet vlerësuar për këtë dhe duhet i falenderojmë që kemi akoma njerëz që ndihmojnë kaq shumë. Duhet kishim marrëdhënie për të kuptuar edhe mbi oraret e djalit, edhe mbi mënyrën se si ai është mësuar ta ketë rutinën e ditës. Rutinën e ditës, pra rutina e 25 viteve duhet i përshtatet me rutinën. Ai mund të jetë fati i zonjës që e cekëm dhe më lart, është që djali nuk është agresiv. Nëse fëmia do ishte agresiv, ai do shfaqte këtë në çdo moment kur kërkonte diçka, sepse mund të mësuar me një rutinë tjetër, i thon 25 vjet. Dhe në momentin që zonja nuk ja plotson këtë, do shfaqte agresivitet, do shfaqte shumë shenja tjera që do ishin shumë shqetësuese deri në dhunë për nënën. Kështu që kjo është e vetmja e mirë nga gjithë kjo histori është që djali nuk është agresiv, të paktën ti mund ta menaxhosh shumë lehtë marrëdhënien. Olta, unë dua të ndaloj pak në analizën tënde në këtë zonjë heroin, e cila në një moment krejt të papritur kur edhe nuk e mendonte, në një ditë të bukur gushti ku bashorti së bashku me dy vajzat e dërgojnë pikërisht në shtëpinë e nënës, sapo shkon në shtëpinë e nënës
smervesht edhe lajmin e vdekjes së bashortit në momentin që ajo ishte dhe shtatzan. Sa e vështirë është për të përballur me sfidat e jetës? Pa e menduar në një moment magjik të çiftit, aty ndryshon edhe gjithë shka. Është shumë problematike, ne dhe gjatë publicitet po e diskutonim që jeta me disa tregohet shumë e padrejtë dhe shumë e vështirë. Pa tjetër që zonja e kam mbledhur pak veten, do me thënë në rastin, sepse në rastet të tjera do kishin shkuar shumë më keq gjërat. Pavarësisht gjithçka që i ka ndodhur, ka munduar ta rimarrë përsëri kontrollin e familjes në dorë dhe ka ecur përpara, pavarësisht gjërave që i ka ndodhur më pas. Është shumë e vështirë sepse edhe pse nuk do doja ta prekja, por është edhe mënyra e vdekjes së bashkëshortit, që është një tjetër traumë që është dhe në jetën e vajzave. Mendon se ka kaluar? Jo, jam sigurt që nuk ka kaluar. Edhe në jetën e vajzave ka lënë gjurmë, edhe në jetën e zonjës që është e pashmangshme. Mënyra se si ai ka humbur jetën. Më pas mungesa e tij, ardhëniet e djalit dhe problematikat janë shumë probleme. Reflektimi dhe pendesa që ajo pati në mënyrë të drejtë për drejtë me një mesazh që ja u drejtoi vajzave dhe që njëra prej tyre e mori në mënyrë të drejtë për drejtë live nga Italia nëpërmjet telefonatës. Unë jam e sigurt që e ka bërë të tjera zonja, sepse ne shikojmë një zonjë që nuk rresh së përmenduri këtë gjë. Fakti që e bëri publik, unë mendoj se ndihet e frustruar dhe ndihet keq edhe përpara të tjerëve, sikur dhe tha që është mentaliteti ai që e vret më shumë. Unë mendoj se bëri shumë mirë. Të kërkosh falje është e mrekullueshme, duhet të kërkojmë falje për gjithçka që ne bëjmë. Ndoshta në këtë rast është edhe nëse ti nuk e thua me fjalë, është mos e kuptosh me gjithë marrëdhënia me vajzat dhe jam shumë e sigurt që ata, edhe nëse ti s'do kishe bërë këtë hap, ata do të vazhdojnë të qëndronin pranë dhe e gjithë marrëdhënia juaj do shkonte për mrekulli. Kështu që ishte një gest shumë i mirë dhe shumë pozitiv dhe vlerësojmë. Megjithatë sa ngarkojnë zonjën, reflektimi që bën dhe pendesa që ka në disa gjëra për vajzat. E ngarkojnë absolutisht shumë, është edhe ky një faktor që ndikon në gjendje të mirë psikologjike të zonjës. Por fakti që ajo e shkarkon këtë gjë dhe e thotë pasere, e ndan me të tjerët, të bën mirë të kërkosh falje. Është e shëndetshme. Është e shëndetshme, thoni ju, po, zoti Abdullah, po? Pak me zonjën Olda, po diskutonim gjatë kohës. Ne shpesh herë ka dhe disa rregulla në familjet tona, për shembull, kur një femër është shtatzan, kur ndodhin të tilla gjëra në ngjarje, ato mundohen të largojnë sa më shumë. Mos harrojmë që po lexoja para një muaji një koment një islandeze, një zonjë, një docente, dhe po lexoja që thonte shpesh herë në shumicën e rasteve thonte në Island, kur ka fatkeqësina ose aksidente, thonte dhe kur ndodhin gratë shtatzana, thonte psojnë trauma fëmijët e tyre që janë. Pra, natyrisht që kjo është një dramë, po duhet me thënë të paktën të jemi të sinqertë të gjithë ato që na rrethojnë, që në momente të tilla mos të ndodhin personat të cilat sa do pak të dhe. Pra edhe në karakterin tonë si popull, mundohemi ta mbështesim tjetrin me një lloj mëshire që më tepër na bën dëm, besoj unë, se sa na ndihmon, apo jo. Duhet jemi më kurajos në momentet kur mbasim apo kemi fatkeqësi të tilla. Edhe sa më shumë larg këtyre gjërave, për shembull sepse tranditja e zojës ka psullet e djalit. Tranditja gjatë fatkeqësisë së burrit. Plus jo nuk e di edhe moshën, domethënë sa javë që ka qenë zoja shtatzan, sepse kjo ndikon në muajin e 7, mbas 2 muajsh lindi. Ndikon edhe në sistemin nervor të fëmijës, varet edhe nga eturia e shtatzanisë dhe gjitha problematika kanë qelluar fatkeqësisht. Megjithatë, besoj se duhet kesh këshillat e duhura për t'i thënë zonjës për ta kaluar këtë traumë që me sa duket mbivendoset nga trauma në traumë, por do ndaloj pak tek mentaliteti. E bëri këtë falje publike për shkak të mentalitetit të zonës dhe fshatit ku ajo jeton. Pse Olta oti ne jetojmë për tjerët? Ne jetojmë për tjerët sepse ne kështu jemi mësuar, ne kështu jemi rritur me këtë frymë. Ne komentojmë gjithë kohës të tjerët dhe tjerët na komentojnë ne. Në momentin që ne do ndalojmë se komentuari dikë, nuk duhet na interesoj çfarë thot ai për ne. Duhet ta fillojmë tek vetja. Nuk e pse shqetësohesh fare për mentalitetin zonë, edhe nëse ti do kishe kërkuar falje, edhe tani që ti kërkove falje, me kam të vështirë të besoj që zonja ka ndryshuar mentalitetin atje. Është një gangrenë e Shqipërisë kjo gjë. Edhe mund të bëhet vetëm nëse ne gjithë bashkë kemi të bindur që mendimi i tjetrit, sidomos kur ai është pëmbues dhe negativ, nuk na shërben për asgjë në jetë. Tashmë, po, zoti Abdullah, faleminderit, as pak s'do të ketë mentalitete sot për sot, sepse ajo zonjë është një zonjë e nderuar me raste të tilla, sepse ai ka rritur di zonjat, i po i shërben fëmijës, i ka rritur di vajzat për mrekulli, i ka martuar natyrisht me ato mundësitë që pati, dhe çdo kush që ka një mentalitet të tillë jo pse s'u zhgulluar,
naturisht që gabon. Sot, gjithë se cili jeton për vëndën e vetë. Normalisht nuk ka që të ketë mentalitet e ma në vitin 2015, ose në shekullin 21 të mendosh për mentalitet, ashtë të grabuar shumë. Nuk i shërben as të ardhmës, as progresit, as individit, as familjes, as shoqërisë. Që të ketë progres shoqëria, nuk duhet fillojmë të paragjykojmë, ashtu si tha edhe Olta, duhet fillojmë nga vetja jonë, pa na interesuar se çfarë bëjnë të tjerë, dhe më pas pa na interesuar se çfarë mendon tjetri për na. A jemi të gatshëm, a jemi të gatshëm ta ndihmojmë normalisht, a jemi të gatshëm ta ndihmojmë, dhe s'kemi pse që rrezikojmë. Kjo tregon që është një vit sepse kemi një mendim që nëse nuk mund ta ndihmojmë, të paktën le të mos paragjykojmë, të mos prishim punë, ta dëmtojmë tjetrin. Se ndodh që ndonjëherë nuk kemi asgjë në dorë për të bërë për një person, por të paktën si njerëz human që jemi, nuk duhet që të dëmtojmë atë. Rimëkëmbja, kalimi dhe kapërcimi i kësaj traume që me sa duket nga dekada në dekadë po e rëndojnë dhe po e thellojnë më tepër gjendjen emocionale dhe psikologjike të zonjës. Më intereson shumë kjo gjë, Oltë. Zonja është munduar ta marrë situatën në kontroll. Se sa e ka arritur këtë, lë për dëshiruar, sepse duhet të ndjekur rasti kësaj hap pas hapi, duhet parë gjithë mënyra se si ajo mendon se ka superuar provën e madhe që jeta e ka përballur me të humbin e bashkëshortit. Unë kam pyetjet e mia lidhur me këtë, jam skeptike për këtë pjesë, por të paktën nëse djali do kishte qenë normal, dhimbja do ishte, për të mos thënë përgjysmuar, do ishte një dhimbje shumë e lehtë ajo humbje së bashkëshortit, sepse jeta vazhdon dhe ne nuk mund të përballemi me vdekjen. Vdekja është një gjë që nuk mund ta sfidojmë. Unë them që jam skeptike, the Olta, apo jo? Unë them që ndoshta nuk është problemi kryesor largimi dhe vdekja e bashkëshortit të zonjës që nga viti 1990, as pendesat që për mos shkollimin e vajzave, për mos dhënë jetë më të mirë në qytetin e Durrësit e tjerë. Mua besoj se dhimbja më e madhe e kësaj zonje është djali. Sepse ajo mendon që në një moment djali mund të ngjendet i vetëm, sepse procesi biologjik është që prindrit të largohen një ditë nga kjo jetë dhe kush do kujdeset për djalin e saj. Është një pyetje që unë do doja t'ja bëja zonjën, por për shkak të traumës së saj nuk munda t'ja bëj dot. Kemi frikë nga përgjigjja që do na japin, fakt sepse ky është pa e marrë përgjigjen, le t'ja japim ne. Ky është dhe mendimi që i shoqëron gjithë prindërit që vuajnë jetën e tyre, ka një fëmijë me probleme, qofshin këto mendore apo fizike, por sigurisht që nëse djali do kishte pasur një zhvillim normal fizik dhe mendor, humbja e bashkëshorit do kishte qenë si një kujtim, mendoj unë, i hidhur normalisht, por do ta kishin ruajtur si një kujtim edhe do ta kishin kujtuar gjithmonë. Fakti që edhe djali është probleme, fakti që ata janë rikthyer në fshat kanë bërë një jetesë vështirë, fakti që ajo tashmë është e vetme do të kujdeset për të, janë faktorë që ndikojnë në gjithë situatën dhe problematikën e zonjës. Më bëhet qefi që është shpesh mirë buzëqeshje gjatë kohës që unë flas. Edhe të miraton. Po, më miraton her pas here. Kjo tregon që është e hapur për gjithçka. I ke prekur pikat e dobta. Ndoshta e kërkonte këtë prekje. Zonja përderisa miraton. Kisha shumë nevojë. Kisha shumë nevojë për një përkrahje, për një mbështetje, për një ngrotësi. Kjo më ndodh shpesh me personazhet, Olta. Po, duan shumë këtë ma thonë të gjithë. Shumë të dyve. Në krye juve. Është e vërtet për fjala vend që pse mund të mendojë Zoja që nesër mirë sot që jam unë për djalin. Por, thash edhe një herë që një nga hapat e parë dhe një nga detyrimet që i ka bën shteti shqiptar edhe negocimi me hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian janë shërbimet për shtresat e nevojë. Që nesër do jem s'do jem unë, fëmia im do të jetë i sigurt në qendrat rezidenciale me të ardhur të tjerë. Unë ju falenderoj të dyve në qoftë se nuk keni diçka të fundit në një këshill, po. Jo, vetëm zonjës që nuk duhet lodhet, edhe pse duket rrugë e gjatë dhe vështirë, nuk duhet lodhet sepse sigurisht ne kemi instanca përkatëse dhe njerëz shumë human që mund të ndihmojnë edhe përkohësisht, por edhe shpresojmë që ti të marrësh një banesë sociale, në mos të marrësh një banesë me kredi të butë që do jetë një shumë e përballueshme për ju, që të mund të kujdesesh për djalin sepse ai ka nevojë për ty dhe ti nuk duhet ta braktisësh, aq më pak tani. Në fakt, në fund të këtij emisioni më njoftoj nga regjia që kam pritur një telefonat, ta mirëpresim të gjithë së bashku përpara se të marrim edhe komentin e fundit dhe apelin e fundit të zonjës Sofia. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po ju dëgjoj zotri. Urime për emisionin. Faleminderit. Gëzon që u kapa në këtë, po, unë jam e njoh Abdullah Umurin, e kam president, se respektoj, sepse kemi president të invalidve. Unë jam një invalid, nga Fieri, kam humbur një dorë,
Ashtu si është edhe Abdullah Muri, që është president, e kemi zgjedhur president të shoqatës invalidëve të Shqipërisë. Unë i kërkoj Abdullah Murit, kam respekt veçantë, se kam pirë një kafe me atë, një në kotë, në Tiranë, kur kishim një zgjedhjet, që u zgjedh president, unë dua që të ngrej zëri në shtet, kryeministrit Edi Ramës, e të tjerë, parlamentit, që ne invalidët, që jemi të pjesëm, unë marrë 80.000 lekë. Edhe 22.000 lekë i marrë Abdullah Edimir, i marrë 100.000 lekë. Unë 100.000 lekë nuk u shenë do, kam 4 kalamaq, me plakën të këshpia, unë nuk kam tokë, se kam punë pushteti që ka punë Abdullah. Ta që unë e njohë Abdullah mirë, i thoi, të lutem shumë, një ish shoku jotë që ka punur bashkë me ty, ka humbur dorën, edhe si punë Abdullah. Unë dua të kërkoj në shtetë Abdullah Muri që ne të na jepet punë, moj motër, se ne duhet të punojmë. Pra, zëri gjithë invalidëve, me sa kuptoju nga mesazhi juaj, drejt për së drejti, me këtë barë që i kemi një vënë mbisu për Zotit Abdullah, është që kërkesa juaj gjithë invalidëve të punës të kaloj drejt për së drejti për ligjvënësit, për gjithë kuvendin e Shqipërisë, për të hartuar projekt ligje dhe ligje sa më të mira. Zoti Abdullah, ke marrë një barë të rëndë për sipër. Natyrisht që zotërinë unë falenderoj, po do të dije një diçka, ne nuk mund të bëjmë apo nuk mund të kërkoni më shumë se ç'duhet. Nuk mund të kërkojmë jashtë rregullave që ka, natyrisht që kërkesat tona janë të bërë prezente, zotëria ka plotësisht të drejtë si invalidët e pjesëme. Ne kemi hapur mund të themi një çështje me Këshillin Administrativ të Institutit Sigurimit Shoqëror, që natyrisht janë po hiqen kempet pa baza, por nuk ishte momenti sot për të thënë këtë gjëra. Gjithsesi ne i mirëpresim, do të thotë spontane diçka që është mirëpritur zotëria, natyrisht që ke barë të rëndë se shpesher kur thuhet presidentin ndonjë shoqate, duket si luks për teleshikuesin, por është barë rëndë. Ose i kthemi asaj fjalës popullore, emri dhe badh, po mundësitë e vogla. Mundësitë e vogla. Faleminderit shumë e bukur kjo batut e fundit. Zonja Sofie, faleminderit që të njoha nga afër, që të kisha pjesë të emisionit me zemër të hapur, ke diçka të fundit për të shtuar? Jo falenderime, të lutem. Ne bëjmë detyrën, nuk duam falenderime. Të gjithëve. Faleminderit që më krijuat, më dhat këtë mundësi që shqyrtuar problemin tim të djalit dhe të rjedhojës time të viteve që unë kam kaluar. Ndërsa unë ndjeva mirë sepse ke disa alternativa deri në zgjidhjen e këtij problemi, çfarë nuk ndodh shpesh me personazhet që unë kam të ftuar në këtë studio. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat. Edhe unë më premtoj diçka publikisht që nëse zgjidhet sa më parë uroj çështja e djalit, se jam e sigurt që ajo do zgjidhet, të paktën ndoshta edhe brenda këtij viti, pse jo, të rikthehemi në këtë studio së bashku dhe të japim lajmin e mirë teleshikuesve. Sinqerisht që do të vi këtu në këtë vend. Faleminderit. Sinqerisht, zonja Sofia. Miqtë mi, ndajemi këtu nga ky transmetimi drejt për drejt. Mos harroni të na shkruani në faqen tonë të Facebookut emisioni me zemër të hapur, jepni mendimet, opinionet në lidhje me temën e ditës, por denonconi edhe raste të tjera për të kthyer pjesë të këtij emisioni në histori personale, por njëkohësisht edhe me denoncimet tuaja në personazh të kësaj studioja. Bashkë takohemi nesër në mesditë. Deri atëherë, miru takofshim.